Vjen këto momente me njërë pa mburko me pasqyrën e shtypit edhe njërë për të gjithë ata që në ndjekin. Sot jemi ditë e mërkur, data shënon 22 tetor për vitin 2025, do të vim spari me gazetën Panorama. Gjithat përditshme që na nga mbritur në redaksi janë ato pra që na mbrin nga e hëna të shtunë. Megjithse gjithmonë e theksoj që të shtunën kemi edhe gazetat përjavshme, kryesisht letrare, kulturore apo edhe kushtrim brezash. Jemi në gazetën Panorama në këto momente dhe do të kemë mundësi që të fokusohemi në zhvillimin kryesor që ka të bëjë me zbatimin e vettingut. E kemi në këto momente edhe në ekran. Zbatimi i vettingut. Kreu i gjykatës së lartë ngret dyshime për standarde të dyfishta. Problematikat. Kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi e sheh reformën në drejtësi të ngadalësuar për shkak të mungesës së vullnetit për ta zbatuar atë njësoj sikurse nisi. Edhe për vettingun, ai tha se ndonjëherë ka ngritur dyshimet e proceseve me dy standarde. Në konferencën 30 vjet partneritet dhe progres Shqipëria, Këshilli i Evropës dhe Komisioni i Venecias, Sadushi vuri në dukje se reforma nuk është një projekt vetëm i drejtësisë, por një sfidë kombëtare që përfshin politikën, administratën dhe çdo institucion që mban përgjegjësinë ndaj qytetarit. Më tepër lexoni në faqen 3 pra këtë qëndrim të kryetarit të gjykatës së lartë Sokol Sadushi, por dhe çfarë ka ndodhur ditën e djeshme diskutimet në kuadër të kësaj konference. Kina kërkon pushtet ekonomik mbi globin, Rama këshillon Europën që të mësojë nga Pekini. Kina ecën me plan 5 vjeçar, Rama BE spital me 27 doktorë sepse njëri u çmend. Që do të thotë në fakt është ideja e vetos, që vëndëtarët Bashkimit Evropian mbi gjitha në antarësim kanë të drejtën e vetos, se mjafton të mos dojë njëri shtet dhe gjithë tjerët pra le të themi duhet të rrotullohen rreth atij shteti për të ndarësuar Shqipëria apo vendet tjera. Gjoba për prestizh resort 3 vjet pas shëmbjes, ekspertët e quajnë abuzive shkelje e ligjit e motivuar politikisht. Vokshi denonson bllokimin e News 24 para Komisionit Venecias, 200 gazetarë u lejuan të hynin në redaksi. Ecim më tej, mbetemi në Panorama. Shpërblimin, bonusi i fundvitit, sa do të jetë fondi për pensionistët. Dhe lexoni në faqen 11 dhe në komunikimin së bashku, pra tema e ditës, sa i takon komunikimin së bashku me këtë çështje ka të bëjë sepse është e rëndësishme. Do mundohemi që të bëjmë disa përllogaritje. Të përndjekurit lista e re e përfituesve të këstit të 5. Ecim me rubrikat tjera, shkrimtari në gjurmët e romanit Pse dhe kush e hoqi stereo spasën nga lista e zezë. Ai që e sjell apo shkruan këtë material është Sejdo Harka. E lexoni në faqet 14-15. Nderimi shkencëtarit nga Vojç Unojt. Pse s'ke shënuar zonat ku ka flori? Si vdishin nga torturat Stanislav Zuber, dëshmie Petromark, ose është rubrika histori dosier në faqet 16-17. Opinionet e ditës do të shohim në këto momente, 3 janë ato që pasqyrojnë në faqen e parë në numrin e kësaj të mërkure për datën 22 tetor të vitit 2025 në gazetën Panorama. Leonard Demi, ish ambasadori i Shqipërisë në NATO, shkruan historia nuk duhet përsëritet. Nga Azgan Hakla i mund lexoni vot në emërtat dheut dhe Besnik Dizdari sjell opinioni me titullin për doktor Samimin dhe kontributin e tij sportiv. Ishte gjithçka në Panorama, zhvendosemi dhe shohim gazetën Tema. Patjetër edhe në këtë të përditshme do jemi me numrin e kësaj të mërkure për datën 22 tetor të vitit 2025. Sali Berisha është në fotën kryesore të gazetës Tema, së bashku edhe me avokatin Gjerkutaj, por gjithsesi shohim edhe shkrimin që e shoqëron. Dodik dhe Berisha, rastet që nxorën jashtë loje lobimin për non-gratën, kur parat nuk të bëjnë punë. Pra, kur parat nuk të bëjnë punë, Dodik, Bosnjë Hercegovinë dhe Berisha, rastet që nxorën jashtë loje lobimin për heqjen e non-gratave. Në faqen 3 lexoni më tepër edhe me interpretimin që bëhet. Fatos Nano në luftë me vdekjen, i përfoluri si kandidat i PD-s për Bashkinë e Tiranës, se di si mund t'ju vi keq për të, ai më ka zaptuar shtëpinë mua. Florian Haçkaj, emri të cilit është lekuar gjerësisht kohëve të fundit si kandidat i mundshëm që do të garonte për Bashkinë e Tiranës, ka sulmuar Fatos Nanon që po lufton për jetën. Lexoni tepër në faqen 3 çfarë ka ndodhur konkretisht. Rama pranon antarësimin në BE edhe pa të drejtë vetoje, por kërkon reformimin e Unionit dhe shpërthen kundër politikanëve britanik në mes të Londrës, qepeni gojën kur flisni për shqiptarët.
Kujtimet e gazetarit e njohur, ministri i Brendshëm Koçi Xhoxhe ishte për afrimin me Jugosllavinë. Nako Spiro, ministri i ekonomisë, ishte pro sovjetikëve, kurse Enveri luante është rubrika Histori Dosier, lexoni faqet 10-11. Rritet bonusi i fundvitit, 10 deri në 15.000 lekë shpërblim në varësi të masës së pensionit. Këto janë për llogaritë që janë bërë në gazetën Tema. Ajo që dim edhe që është e sigurt është se nga rreth 37.5 milion euro të parashikuara fillimisht për bonusin e fundvitit, ky fond dje me rishikimin e buxhetit vetëm për bonusin e fundvitit për pensionistët shkoi në rreth 97 milion euro. Unë e bëra llogarinë 2.5 herë më shumë. Ndoshta kaq do të jetë edhe masa e shpërblimit mbetet për tu parë. Antena brenda familjes muli vlerëson takimin e djeshëm të opozitës në nivel aspirantësh. Aldo Avdyli, dyshori kryesor për zhdukjen e Vis Martinajt, spak drejt tërheqjes së dosjes. Opinionet e ditës në Tema, Merobazë shkruan, në arrestimin e Ilir Metës nuk është gjëja më e rëndë mënyra e arrestimit. Nga Enver Robelli, keni mundësi të lexoni. Ti ulu aty, ti këtu, ti më lëndove, ti e bukur, mirë se vini në klasën e Donald Trumpit, presidentit amerikan. Pse na duhen gjykatat, është ajo që shkruan Lutfi Dervishi. Përfunduam edhe gazetën Tema, ecim me njerë. Zhvendosemi pa humbur kohë në fakt me gazetën Dita, patjetër që edhe në këtë të përditshme do të shohim numrin e kësaj të mërkure për datën 22 tetor. Zhvillimi kryesor ka të bëjë me detaje dhe analizë. Grevat që Tirana nuk i sheh. Do të marrim të tjera detaje edhe njerë pra grevat që Tirana nuk i sheh. Punëtor në Marines dhe minator në Spaç janë në grev prej ditësh. Kërkojnë paga dinjitoze dhe të drejtën për të organizuar, por për kryeqytetin politik nuk ekzistojnë. Një sistem i drejtë ekonomik nuk ngrihet mbi heshtjen e të shtypurve, por mbi dinjitetin e tyre. Shqipëria nuk mund të ecë përpara duke lënë prapa ata që mbajnë mbi shpatullat çdo ditë. Në faqen 4 lexoni më tepër edhe gjithçka, analizën, por dhe detajet nga këto dy greva. Rritet bonusi i fundvitit 10 deri në 15.000 lekë në varësi të pensionit. Nga 15.000 lekë, apo nga 150.000 lekë të vjetra, apo nga 150 euro shpërblim, do të përfitojnë mbi 550 individ. Jo 550, 550.000 patjetër individ, ka një gabim, që marrin pensionin deri në 20.000 lekë. Pjesa tjetër që marrin mbi 20.000 lekë, pra ata që marrin mbi 200.000 lekë të vjetra në muaj pension, do të përfitojnë 10.000 lekë shtesë apo 100.000 lekë të vjetra. Kjo është për llogaritje në fakt që është bërë në gazetën Dita, e theksova, ai që është fakt edhe është e sigurt, edhe ne kemi raportuar që ditën e djeshme patjetër këtu në Report Televizion dhe në shqiptare.com faqen zyrtare në internet që ka një 2.5 apo 2.6 fishim të parave që do të përdoren për bonusin e fundvitit. Zhvendosemi në përvjetorin Shoqëri Ishmi, i pari antifashist i varur në publik në qendër të Tiranës. 83 vjet më parë, më 22 tetor të vitit 1942, e ekzekutohet me varje në litar Shoqëri Ishmi, heroi popullit. Zhvendosemi në rubrikën në brendësi. Rrëfimi tronditës i babait të Brian Spahiut, vdekje e 3 vjeçarit, korrupsioni, dënimi i Sarkozy dhe një krahasim në Tiranë. Detaje koment, rasti avokatit Bajrami apo Barjami, vërtet skandaloz. Kemi rubrika e shëndetit, ndoshta po kthehet në një rubrikë të përditshme, le të themi me më shumë materiale, sepse kështu ishte edhe dje në gazetën Dita. Letra prekse e një gruaje të moshuar që jeton në azil. Jetoj në një dhomë të vogël, ka 4 fëmijë, 11 nipër e mbesa dhe 2 stërnipër. Renditja, cili vend në botë ka gratë më besnike? Cili vend në botë ka gratë më besnike? Okej, tek rubrika shëndetit edhe ky zhvillim. Beteja 2 fishe për gratë e prekura nga kanceri i gjirit dhe si të përshtatemi me orën e ndryshuar, ndërron të dielën e diela 26 tetor, është diela e fundit të muajit tetor dhe do të ndryshohet ora. Atentati ndaj investiguesit, çfarë raportoi gazetari italian Ranucci për krimin dhe lidhjet politike në Shqipëri? Hetimi për atentatin ndaj gazetarit italian Sigfrido Ranucci, drejtuesi i misionit investigativ Report në Rai 3, po ndjek një pistë
të re që përfshin Shqipërinë. Emrat e përfolur i lexoni në faqet 2 dhe 3. Përfunduam gazetën Dita me numrin e kësaj të mërkure. E bëjmë dijen fakt edhe themi datën apo edhe ditën që edhe gjithë ata që na ndjekin kemi mundësi edhe ta fiksojmë, sepse në njërë të gjitha ditë e javës të duken thuajse njësoj. Zhvendosemi me Telegraf, zhvendosemi me gazetën Telegraf në këto momente, ecim me këtë të përditshme. Zhvillimi kryesor ka të bëjë me Zotin Celi Bashi, kryekomisionerin shtetëror të zgjedhjeve, por fokusohemi edhe më konkretisht tek kemi në ekran këtë të përditshme. Mashtrimi me Zarfet, Celi Bashi i KQZ-s hap thesin 3 miliard lek për DHL-n. Vota e migrantëve nga instrumenti qytetarit kthehet në biznes personal për Ilirian Celi Bashin, kreu i KQZ-s, që deklaronte publikisht se nuk do të kryente pagesa pa hetuar kontratën për parregullësitë e dërgesave, ku Zarfet u lanë në pika basti, ka dërguar në thesarin e shtetit edhe 3 faturat të tjera me vlerë 3 miliard lek për llogaritë kompanisë DHL International Albania SHPK, pagesë për transportin e zarfeve me votat e diasporës. Zhvendosemi në pjesën e sipërme. Liria e shprehjes. Pika e dobët e Shqipërisë drejt integrimit në BE, ku duhet garantoj mbrojtje efektive për gazetarët dhe transparencë. Denoncimi, reforma në drejtësi. Kthehet në folet prokurorëve të dehur dhe analfabet. Avokatët mund të braktisin gjyqet për muaj të tërë. Hetimet për pronat ish ministri Olta Xhaçka në akuzë, skandali me bazën e Limjonit mund të çojë drejt burgut ja zinxhiri abuzuesve. Zhvendosemi me rubrikën politik. Kryeministri Rama, Shqipëria po bën përpjekje për aspiratat e saj europiane. Brenda dekadës antare BE-s, Peleshi, Këshilli i Evropës, pikë referimi për demokracinë. Manastirliu në Astir, shkolla e kopshte pranë çdo komuniteti. Zhvendosemi në Vorbulla me pronat. Avokati, ja sigrisen regjistrat dhe digjen dokumentën kadastër. Taksere për banesat si ndryshon vlera për të parën dhe për të dytën, për banesën e parë dhe për banesën e dytë, jeton Muçollari, toka pasuri e paçmuar me pronar të ngatruar. Ekskluzive nga Çanonora. Si erdhi Fidai Velia nga Gjermania si agent për të vrarën Enver Hoxhën. Dosier Rushan Velia rrëfen historinë e të atit. U ropatëm 60 vite për t'i gjetur eshtrat. Ja si u përplas Fidaia me drejtuesit politik të Lançit dhe përfundoi në burg me akuzën ka folur kundër partisë. Pra akuza ka folur kundër partisë. Ka thënë se Islam Radovicka ka drejtuar luftën dhe se Enver Hoxha ka qenë në shërbim të Jugoslavëve. Aratisja dhe rikthimi në Shqipëri pas 4 viteve përgatitje në Akademinë Gjermane për të ekzekutuar Enverin. Atentati ndaj Hoxhës në festën e çlirimit të Vurgut të Delvinës, si e zbuloi dhe rrethoi sigurimi i shtetit në Dragas apo Dragas të Sarandës dhe si e vrau veten për t'i shpëtuar sigurimit. Pas vetë vrasjes, ushtarët e lidhen me litarët, rroqën zvarr, e varën në një fik dhe dogjën me benzinë. Në faqet 20-21 mund të lexoni më tepër për këtë material, rubrika histori dosier dhe besoj edhe me atë që bërë me di në faqen e parë, kuptuan për çfarë bëhet fjalë. Mjeku në familje, podagra, sëmundje që bllokon kyçet, dhimbjet gjatë natës dhe mjekimi, studimi, ushqimet që luftojnë sklerozën, tërshëra për uljen e tensionit, bliri për stresin dhe çikorja për mëlçin. Mozaik dhe aktualitet. Opozita, 2 mënyra për të kuptuar drejtësinë. Njëra e BE-s me Sarkozy, tjetra e propagandës me arrestime politike. Nicolas Sarkozy shkoi në burg ditën e djeshme me presidentin francez, dorë për dorë me bashkëshorten Carla Bruni dhe prandaj krahasohet diçka e tillë për shembull me arrestimin e Ilir Metës. Ky krahasim është bërë dje në Tiranë. Shënime, profesor Emil Lafe, e Qerem Çabej dhe pasurimi i gjuhës shqipe, Bashkim Koçi, për dëshmorin e madh Guerillas Banush Vëndresha. Nga profesor doktor Ardian Civici, ekspert në ekonomi, mund të lexoni Dollari dhe euro digjitale, lindje e një epoke të re monetare. Nga doktor Zekri Palushi, Australi, mund të lexoni COVID-19, virus apo virulencë politike. E lëm pas edhe Telegraf me gjithmorinë e zhvillimeve në fakt në faqen e parë në këtë të përditshme. Kalojmë në Panorama Sport, numri së mërkurës për datën 22 tetor të vitit 2025 dalë nga dalë, por shkojmë dhe drejt fundit muajit tetor. Gjithsesi, shohim zhvillimin kryesor në Panorama Sport.
Faruk Sejdini, Dinamo si Milani këtë sezon del kampione. Xhaxhi flet për nëndetësen dhe vlerëson me nota pozitive e curin e bluve kryeqytetas. Daja me mentalitet dinamovit nuk është arritje pse luan në shtëpi. Analiza, vari në kriz, viktima janë dy klube. Ecim me futbollin në vend. Tirana pa stabilitet, pra Tirana pa qëndrueshmëri, pa tushin, ky kampionat po vdes, Vllaznia ka ADN fituese. Bardhe Blut, pa cacja, misteri 100 mijësh që rrezikon stolin, apo 100.000 eurosh besoj. Flamurtari, Moriero, trajneri, humbë me dinjitet tani del ekipi vërtet. Superiore, Egnatia me rekord pikësh, Tetori mbetet i mallkuar për Elbasanin, Pogradeci, zguro akuzon presidenca e Besës presion gjyqtarëve, Skënderbeu Aston Villa 1-1, të rinjt Korçar mbajnë gjallë ëndrrën e Europë, basketball starton NBA, Oklahoma Thunder mbeten favoritët numër 1. Kalojmë tek legionarët. Në foto, tregoj foton së pari, është Arber Hoxha, futbollist sulmues i Kombëtarës dhe Dinamos Zagrebit. Intervista ekskluzive, Hoxha besoi te mrekullia e Shqipërisë dhe e Kosovës për një kualifikim në botror. Lojtari Kombëtarës shpreson që dy ekipet shqiptare të kualifikohen në botror. Kalojmë në Champions League. Mbrëmjen e djeshme në Champions, natet shmendur me 43 gola, kapitulon Napoli. Rezultatet kanë qenë këto. Barcelona ka mundur Olympiakosin 6-1. Kairat Almaty Pafos 0-0. E vetëm ndeshje pa gola. Arsenal e ka mundur thellë 4-0 Atletikun e Madridit. Leverkusen Paris Saint-Germain 2-7. Copenhagen Dortmund 2-4 për Dortmundin. Newcastle i ka mundur Benficën 3-0. PSV Eindhoven ka shkatruar Napolin, ka fituar 6-2. Ekipi holandez, Royal Union Saint-Gillois, ekip belg Inter 0-4, Villarreal Manchester City 0-2. Kalojmë në ndeshjet e sotme. Real Madrid Juventus luhet në mbrëmje. Tudori e quan betej Alonso e do stadiumin flak. Luhet në Bernabeu, Itali, Milani ja sekretet e rilindjes dhe Gjermani. Bayerni bindet, Kompani rinovon deri në vitin 2029, bëhet fjalë për trajnerin Vincent Kompani. E lëm pas edhe Panorama Sport, numri i kësaj të mërkurë për datën 22 tetor të vitit 2025 edhe në këtë të përditshme. E vjojmë pasqyrën e shtypet patjetër dhe menjëherë me faqet online, duke nisur së pari me shqiptarja.com. Është faqe zyrtare në internet që mund ta vizitoni çdo moment dhe më besoni, informoheni mbi gjithçka dhe me detaje. Por shohim zhvillimin kryesor në shqiptarja.com. Kryengritja e armatosur e 14 shtatorit, avokati Tajit Beshiri kallëzon Spak Sali Berishën dhe 9 të tjerë dhe ka deklaruar ndër të tjera në kallëzim. U planifikua në mënyrë perfekte, nuk ishte spontane pas vrasjes së Azem Ajdarit. Për kryengritjet armatosur dhe organizat kriminale, i Tajit Beshiri ka kallëzuar Berishën dhe 9 të tjerë. Kalëm në rubrikën minut pas minute me shumë interes nga kolegja Liza Gjediku, kolegja Gazetare Ekonomisë, rishikimi buxhetit, kujt ju hoqën e kujt ju dhanë fondet, marrin para dhe ministrit e reja të krijuara në shtator. Nga Champions League, sa po ndoqëm, por 43 gola në 9 takimet e mbrëmjes djeshme, PSG shënon 7 herë Leverkusenit Paris Saint-Germain, pra më falni, PSG-ja po, Paris Saint-Germain ka turpuruar Leverkusen, por PSG-ja ka mundur Napoli me rezultat të thellë. Ecim me rubrikën politik, jemi në shqiptarja.com. Rama në forumin për sigurinë dhe politikat globale ka deklaruar: BE për ne në Shqipëri është si the Europa, duket si një gjigant i vjetër e i lodhur dhe duhet të zgjohet. Po për ekonomi, atë çështje që do të marrim mendime me njëherë pas pak, rishikohet përsëri buxheti, 97 milion euro bonus pensionistëve për fundvit, qeveria jep 30 milion euro alb kontrollit pas bllokimit të llogarive. Këto ishin zhvillimet kryesore në shqiptarja.com, faqe zyrtare në internet për efekt kohe me njëherë do të ecim më tej dhe do të zhvendosemi në koha ditore për të marrë disa zhvillime pra nga Kosova dhe shohim një material të parë interesant, sepse do të shohim edhe një foto në fakt, ku janë sot, siç ne e bëm me dije së pari në rubrikën çfarë pritet të ndodhë sot, është samiti i procesit Berlinit me vendet e Ballkanit Perëndimor, marrin pjesë kryeministrat Kurti dhe Rama, që janë edhe në këtë foto me mbretin Charles, por që takimet kanë njësur ditën e djeshme. Kurti ofron Britanisë ndërtimin e qendrave për azil kërkuesit në këmbim të mbështetjes për siguri.
Ky është, le të themi, një propozim. Albin Kurti ofron Britanisë së Madhe ndërtimin e qendrave për azil kërkuesit në këmbim të mbështetjes për siguri. Donika Gërvalla në OKB mos rrezikoni edhe një luftë ballkanike. Zgjedhjet lokale me Holli, qyteti afrim Bunjakut dhe Enver Zymerit nuk meriton kryetar që bashkëpunon me listën serbe. Atje mbeten për të zhvilluar në fakt balotazhi. Kryeministri Rama dje në Mbretërinë e Bashkuar pranë Londër ka deklaruar Kosova ta harrojë Serbinë dhe t'i përmbush kërkesat e EBE-s. Në Kosovë ka pak pritje për ato që mund prodhoj samiti i procesit Berlinit që zhvillohet gjatë ditës së sotme. Këto ishin zhvillimet edhe në kohën ditore. Do të kalojmë në këto momente në të tjera materiale. Në zhvillimet në arenën ndërkombëtare do të zhvendosemi së pari në Corriere della Sera, pra do zhvendosemi së pari në Corriere della Sera në median italiane, por po shoh fakte zhvillimin e minutave të fundit në fleshin informativ që ka të bëjë në fakt me një ngjarje të rëndë. Gjithsesi, jemi në Corriere della Sera, lufta në Ukrainë, Shtetet Bashkuara të Amerikës në një farë mënyrë bëjnë me dije që paqja është më e largët dhe takimin në Budapest që ishte parashikuar apo planifikuar nuk do të zhvillohet në një të afërme, në një të ardhme të afërt, pra takimi mes Trump dhe Putin. Zhvendosemi në La Repubblica. Në La Repubblica do të kalojmë në këto momente pas Corriere della Sera dhe do të marrim disa detaje të tjera për këtë çështje që përmendëm pra në lidhje së zhvillimi më i fundit. Okej, jemi në studio, besoj të kthehemi shumë shkurtimisht në studio për të kaluar në La Repubblica. Të marrim disa detaje të tjera në lidhje me luftën në Ukrainë. Është në plan të parë pra ky zhvillim, në foto presidentët Vladimir Putin dhe Donald Trump. Moska refuzon armë pushimin në Ukrainë. Tensione ka pasur mes Marco Rubio, sekretarit amerikan të shtetit, edhe Lavrov, ministrit punëve të jashtme të Rusisë, dhe sfumohet apo nuk do të ketë një summit mes Vladimir Putin dhe Donald Trump në Budapest, të paktën në një të ardhme të afërt, sepse ishte parashikuar fillimisht që të ndodhte gjatë këtyre ditëve ky takim. Mirë, këto ishin zhvillimet edhe në La Repubblica, edhe për efekt kohe pam vetëm atë kryesorin, dhe kjo ishte gjithë pasyra shtypit për ditën e sotme, jo vetëm me të përditshme që na ngambritur në redaksi, që i pa me detaje, por edhe me duke marrë zhvillimet më të rëndësishme në arenën ndërkombëtare.